Jezusi është, thot Zoti vet, i cili dha thot jetën e tij në kryq për mëkatet tona. Zoti i gjithësisë, Allahu i lartësuar, nuk vdes. Vet Bibla thot për Zotin e gjithësisë se ai nuk vdes. Do të lexoj një verset nga Bibla. Ai që i vetmi e ka pavdeksin dhe rin në dritë të paafrueshme, të cilën asnjëri nuk e ka parë kurrë dhe as mund ta shohë. Atij i qoftë nderi dhe pushteti i përjetshëm. Po në Bibël do të lexosh para se të kishin lindur malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe botën, madje nga mod dhe përjet ti e Perëndia. Pra Zoti i gjithësisë nuk vdis ka. Zoti i gjithësisë është i përjetshëm. Ndërsa për Jezusin, Bibla çfarë thot vdiq? Do të lexosh në Bibël pra, dhe Jezusi bërtiti me zë të lartë dhe tha: "O Atë, në duart e tua po e dorëzoj frymën time." Dhe si tha këto, dha frymë. Po në Bibël thuhet, por kur erdhën te Jezusi dhe si pan se ai tashmë kishte vdekur. Atëherë, Jezusi nuk është Zot. Se Zoti i gjithësisë nuk vdes, është i përjetshëm. Pastaj pse Zoti duhet të flijonte veten e tij apo të vriste veten e tij për të la gjunahet e njerëzve? Pse duhet ta bënte diçka të tillë? A nuk mundesh që t'i falte pa e vrar veten, pa u varë në kryq? Gjitha këto gjëra tregojnë se Jezusi nuk është Zot. Jezusi është njeri, rob i Zotit dhe i dërguari i tij. Larg të metave është Allahu i lartësuar. Unë të ftoj që të meditosh në këto fjalë. Të ftoj ta lexosh Kur'anin dhe të shikosh se sa bukur flet Kur'ani për Jezusin, Isain alayhis salam.